Pas një periudhe të gjatë heshtjeje, Blero Muharremi rikthehet fuqishëm në skenën muzikore me albumin e tij të ri të titulluar The End, i cili u paralajmërua në emisionin prive. Albumi është rezultati një pune intenzive dhe bashkëpunimi me producentët Neska dhe Luriku, që luajtën rol të rëndësishëm në realizimin e tij. Përmban 12 këngë që trajtojnë tema si dashuria, reflektimi personal, sfidat e jetës dhe arritjet artistike. Gjatë intervistës, Blero u shpreh se nuk ndjek trendet e marketingut apo bashkëpunime për kthime borxhesh. Ai theksoi se çdo gjë që bën për të tjerët e bën me bindje se shpërblimi vjen nga Zoti, ju domosdoshmërisht nga njerëzit. Ndaj, nuk kërkon favore në këmbim dhe nuk insiston në lidhje për bashkëpunime. Lidhur me rikthimin e tij të mundshëm me Afronën në projektet e tij, ai sqaroi se nuk ka pasur asnjë kontakt nga ana e saj. Blero përmbylli intervistën duke thënë se muzika për të është një shprehje e thellë dhe e ndershme, ju një lojë marketingu. Albumi The End pritet të sjellë emocione, autenticitet dhe një kapitull të ri në karrierën e tij muzikore. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.